Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, sonte jemi në episodin e radhës. E ftuar është Eneda Aga, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, profesor. Eneda Aga ka qenë pjesë e forumit në vitet 2017-2024, ka studiuar për gjuhë dhe rësi dhe aktualisht është aktiviste pranë shoqërinë me punët e saj dhe aktivitetet e saj që i ka të përditshme. Normalisht duke qenë që periudha e saj të forumi ka qenë vitet 2017-2024, ka parë dy periudha po themi para Covidit dhe pas Covidit. Unë kam pasur gjithmonë forumin që para Covidit ka qenë më aktiv, më organizuar. Pyetja ime, çfarë ke fituar ti nga forumi? Së pari, profesor, është shumë kënaqësi që ndodhem sot këtu para jush, për mua është nder dhe privilegj. Nësi ime. Gjithashtu një falënderim i veçantë shkon për ty, përveç domethënë kontributet që ke pasur në formimin ton akademik, por qoftë atë formimin ton njerëzor, karakterit, personalitetit dhe mbi të gjitha, domethënë dhe më kryesorja mësimet tuaja mbi fen. Faleminderit. Zot shpërbleft. Për sa i përket, le të themi, forumi për mua gjithmonë ka qenë një derë që mund të shkoja kurdo që unë kisha nevojë. Përveç le themi gjithë ndjenjes së përkatësisë që i jep çdo studenti, sidomos le themi në Tiranë ku shoqëria është e ashpër, rrugtimi domethënë i studentëve kryesisht është i vështirë, ti gjen le themi njerëz të cilët bëhen model dhe frymëzim për ty. Gjithashtu forumi përveç se ka ndikuar 100% te pjesa le themi e besimit tim në Zot, më ka afruar më shumë me Zotin, ka bërë le themi njëri më të mirë që mbar të besoj disa vlera që janë të rëndësishme për çdo. Por ajo çka do specifikoja dhe domethënë vlerësoj më shumë është që më ka dhënë gjë më të çmuar që është bashorti im, gjysma e besimit tim. Ka qenë pjesë e forumit dhe ai. Po, Franci. Dhe mbi të gjitha, domethënë më ka bërë një njeri që të mendoj që është shumë e rëndësishme që ajo çka në lëm pas është domethënë. Më përmendë Francin, unë realisht e kam pikë dopt, edhe pse është bashorti juaj. Një nga gjërat më të bukura që më kaluar mjet ka qenë akt martesa në xhami, që jam qenë prezant në martesën tuaj, dhe nuk harroj diskutim mes disa kolegëve, dhe kush do jetë hoxha që do bëj aktin nikaut. Dhe në fund fare bëri një fjalim, edhe ka qenë nga fjalimet po themi më emocionues, duke njohur dhe historinë e Francit. Edhe Franci është të rritur po themi me ne më shumë se ty kemi patjetër afërmitete më të madh. Kështu që shpresojmë që të kenë ndikuar për mirë për Francin, por edhe për ju, ky forum dhe ky aktivitet. Për ta filluar tek pyetja e radhës, si ka ndikuar Ramazani në jetën tënde? Se me që i muaj Ramazanit, dhe ky episod zhvillohet pikërisht në këtë muaj për treguar që si ka ndikuar Ramazani tek ju dhe kush do ishte mesazhi jot gjatë këtij Ramazanit për studentët apo për njerëzit që e shikojnë këtë episod. Për mua Ramazani nuk është le të themi vetëm një muaj që ne largohemi nga ushqimi apo nga pija. Për mua Ramazani është një formë disipline që përveç se na çon le të themi drejt asaj disiplinës së vetkontrollit, të një rregulli strikt që ne ndjekim si musliman, praktikave fetare, gjithashtu Ramazani për mua është një muaj që ushqen shpirtin, na bën njerëz më të mirë dhe mbi të gjitha na përkujton Zotin, na përkujton le të themi se sa e rëndësishme është puna e mirë, veprat e mira, bashkimi le të themi me njëri tjetrin. Për mua gjëja më e bukur le të themi Ramazanit janë iftarët ku takohemi gjithë bashk. Ndoshta momenti ku ti ke, po themi nga shumë kopa e parë dhe shikon iftar dhe janë momentet e bukura emocionale që kalon. Specifikisht çfarë adhurimi veçon në Ramazan ti? Kush është gjëja më që të lejë impakt më tepër gjatë Ramazanit? Po themi dikush ka specifik duan, lutjen, dikush ka istikfarin, dikush ka leximin e Kuranit, dikush ka namazin. Çfarë ke ti të veçantë? Për mua si e ne, të gjitha këto normalisht janë shumë të rëndësishme, por ato do më thënë që do specifikoja dhe vlerësoja më shumë, janë punë sa më shumë punë të mira. Do më thënë sa më shumë kalimi kohë me njerëz të zemrës, duke i përkujtuar do më thënë se sa i bukur është Zoti, sa... Pra ftesa. Ftesa tek besimi. Pra në Ramazan ti fokusohesh më tepër tek ftesa e besimit. Eneda, unë të falenderoj shumë që ke qenë pjesë e forumit dhe je aktualisht sonte me ne me këtë episod për të ndarë po themi eksperiencën tënde dhe me forumin dhe kontributet që ke dhënë tek forumit. Duke patur parasysh që në këtë muaj Ramazanit
të gjithë mundohen të përpiqen bëjnë punët e tyre të mira. Unë do të kërkoj nga ju cila punë specifike do t'i kërkoj njerëzve për të bërë gjatë Ramazanit. Punën Ramazan, do më thënë, do t'i vlerësoja të gjitha shumë mira, mjaft le themi që ato janë për kujtesë ndaj Zotit, në urdhëresat që Zoti na ka dhënë. Por puna më mirë do i thoja lexoni sa më shumë Kur'an. Pra lidhe me Kur'anin. Po. Dhe mbi të gjitha bëni sa më shumë dua. Duaja ka fuqi si thon të ndryshoj gjithçka. Dhe Zoti ka thënë që kush më lutet mua nuk të ngel domethënë. Unë i përgjigjem. Zoti shpërblet, të kënaqësi që ishe pjesa jonë në këtë episod. Faleminderit.